Menaxhimi as që ka lidhje me zajednicë. Me kon ka lidhje? Ajo është në nivel më i ulët. Si kategori. Vetë qeverisja përcaktohet me ligjin për vetë qeverisje lokale. Vetë qeverisje kemë. Po, pse do të vetë menaxhim? Po qaj është, qatë është. Jo, nuk është qatë menaxhimi, vetë menaxhimi. Kalojmë te tema tjetër. Regjia është drejtësia dhe lufta kundër korrupsionit. Tema juaj. Veç menaxhim është i kontrabandum, autonomia përse. Çfarë është e kontrabanduar? Besnik. Nuk dolëm te tema tjetër, drejtësia dhe lufta kundër korrupsionit, do arsa 2 minuta tu. Te drejtësia dhe lufta kundër korrupsionit, kur ti e tha shumë mirë, prokuroria s'ka nevojë me qenë e pavarur prej meje. Edhe a reagove ti? Që po thuti se kom problem korrupsionin ato këto. A menon ti që duhet prokuroria me qenë e pavarur? Jo, vetë duhet me kon kundër qeverisë per se. A menon që duhet me qenë e pavarur? Në fakt, nuk duhet me kon kundër qeverisë per se. Prokurorit e kontrollojnë qeverinë. Ju po doni qeveria me qenë e pavarur, veç kur vjen puna atena, aman ju kof mundësish pak varësi ndaj nesh. A kjo prokurori do arës është kundër qeverisë. Që kjo prokurori e që kjo gjykat ta kanë shpall mimoza akusarit pa fajshme në çështjen e privatizimit që keni protestu e deni ju sa. A keni folë mëre na jetë për atë punë? Ja, do nikën e shpallit pa faqë. More krejt, po që gjykat e shohani. Njëjtën gjykat. A din ti që e keni gënjy qëtë popull që 4-5 vjetë lem ta kry. Lem ta kry. Ti e për titull në gazeta. Unë e folin për bajtje. A din që 5 vjetë e keni thonë njerëzve byroja konfiskon. I keni manipulu edhe gënju. Pranoj e sante që byroja nuk konfiskon. Byroja propozon konfiskim të qito gjykata që ju thuni jënë të kapuna. Ju për thuni qytetarit unë kom me bo një letë që qytën e gjystarve kam i thonë halama shumë kompetenca me manipulu e shantazhu njerës edhe pronat e krejt sektorit publik. Edhe edhin shumë mirë që ka ju ka thonë Komisioni Venecias. Ju kur se keni pas për të mirëqen luftën kundër korrupsionit. Ju e keni pas për të mirëqen betejën e shkapjes për me kape, dhe unë që të e kom një hallë shumë të madhë me ty, se realisht kom besu që kjo ka qenë qëllimi juj. Që është arsyeja Glau Konjufsa, që në vitin 2021, ki pas krah teje, të menu që përbojna betejën për sundin të ligjit e korrupsion. E për dalem, unë parimet nuk i ndryshoj. Unë e parimet nuk i ndryshoj. Jo, ti vesh partit, parimet ti në regull. Po më po mos fal. Ti vesh po mos më shtetash më kthyn historik se ti e kon sheke, e marri vetë vendosje. Alo i man kontaktet me plotë, mos marrë se i çelim letrat krejt. Çfarë tezë shek? Jo, s'po të konvenoj. Mos më kshoni. Jo, s'po të kshoni. Çe urani na vazhdo. Na vazhdo urani na vazhdo besniku, s'ka problem. Jo, mos u sikletar, mos u sikletar. Urani na vazhdo për shek, ti na vazhdo për aleancë. Ose s'ta kalzojnë se s'mune me kalzu. Mos e vetë një. Kështu që vetingun e keni sharu komplet. Nëse ti e në gjendë në vish një sen me kalzu që a keni bo në drejtësi, unë e sot dalë për i studios, nëse ti e në gjendë një sen me kalzu që a keni bo në drejtësi, në sundin të ligjet. Shiko, drejtësi